Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi datën 20 prill dhe Kisharinë Ortodokse na ofron të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 3, vargu 19 deri në vargu 26. Në këtë pjesë të librit të Veprave të Apostujve na flitet për fjalën që apostulli Petro i tha turmës kurreshtare, e cila u mblodh kur pa mrekullinë që apostulli Petro dhe Johani bën tek i çali në emër të Isu Krishtit. Apostulli Petro, duke parë admirimin e turmës, i nxiti ata të pendohen, dhe më konkretisht apostulli Petro i thot këto fjalë: pendohuni pra dhe ktheuni që të shlyen mëkatet tuaja, që të vi koha e vlladit nga prania e Zotit, dhe ai dërgoi Isu Krishtin që u ishte predikuar më parë juve, të cilët qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes së gjithë gjërave, për cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës. Vetë Mojsiu në fakt u tha etërve: Zoti Perëndia ju do ngjall për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj. Dëgjoni në të gjitha gjërat që ai do t'ju thotë. Dhe do ndodhë që kushdo që nuk do të dëgjojë atë profet do të shkatërrohet në mes të popullit. Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë që kanë folur që nga Samueli e këtej, i kanë shpallur këtë ditë. Ju jeni bijtë të profetëve dhe të beslidhjes që bëri Perëndia me etrit tanë, duke i thënë Abrahamit: dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjithë kombet e dheut. Dhe Perëndia më së pari, mbasi e ringjalli birin e tij Jesuin, ju ka dërguar juve që t'ju bekojë, duke larguar secilin nga ju nga paullësitë e tij. Me këto fjalë apostulli Petro nxiste atë turmë e cila ishte fajtore për një krim të pashëmbullt, sepse siç dim, kjo turmë të premten përpara Pashkës judaike kishte thënë për Krishtin: kryqëzoje, dhe kishte kërkuar lirimin e Barabës, të një kriminali. Ky krim, ky mëkat i pashëmbullt, ishte në ndërgjegjen e tyre, rëndonte në veten e tyre, kështu që ata kishin një pengesë që t'i afroheshin Zotit, pavarësisht se shkonin në tempull dhe luteshin dhe bënin shërbesat, madje çonin dhe therrore. Ishte një pengesë që patjetër duhet ka përcej, që përsëri Perëndia të pajtojë me popullin e Izraelit. Prandaj kishin nevojë për pendim. Dhe kjo është arsyeja që në vargun e parë ne lexojmë: pendohuni pra dhe ktheuni që shlyen mëkatet tuaja, që të vi koha e vlladit nga prania e Zotit. Apostulli Petro fillon me fjalën pendohuni, metanoi, që përkthehet në greqisht, që do të thotë jo thjesht një gjendje keqardhje ose një kërkesë falje. Pendim do të thotë kthim nga rruga e gabuar, pra 180 gradë të kthesh nga një rrugë e gabuar. Kështu që është ndryshimi i të menduarit dhe të jetuarit. Dhe qëllimi i pendimit është falja e mëkateve, dhe këto mëkate nuk falen në mënyrë a priori, thjesht duke kërkuar në falje ose dhe duke bërë disa sakrifica, siç njerëzit bënin përpara Krishtit, po siç ka dhe fe sot, të cilat nxisin njerëzit që të bëjnë veprime pendimi ose të bëjnë sakrifica që Perëndia t'i falë atyre. Të gjitha këto, edhe pse shprehin pendesën e njeriu, nuk mund ta falë njeriu, sepse mëkati lahet me gjak, dhe nuk lahet as me gjakun e njeriu, se është gjak mëkatar, sepse trashëgon mëkatin të gjyshor, por dhe mëkatet personale, por as me gjakun e kafshëve, sepse kafshët nuk kanë bërë mëkat, tek mëkatin e ka bërë njeriu. I vetmi që shlyen mëkatet e njerëzve është vetëm Isu Krishti, gjaku i tij, si qingji i Perëndisë që shlyen mëkatet e botës. Prandaj vetëm në Krishtin, duke besuar në Krishtin, duke u bashkuar me Krishtin në vdekjen e ngjalljen e tij që ndodh në misterin e pagëzimit, mund të falen mëkatet, si ai i trashëguar dhe mëkatet personale. Prandaj edhe apostulli Petro nxiste këta judej mëkatar, por të gjithë njerëzit të cilët lindin me mëkat, vinë i botë mëkatare, mëkatojnë, që ata duhet ta pranojnë Isu Krishtin dhe kështu do t'ju falen mëkatet dhe do të vi ajo që apostulli thotë vlladi nga prania e Zotit, do të thënë një qetësi në shpirt, një paqe, pra që
ndërgjegja nuk na akuzon dhe zemra jonë nuk është e rënduar nga bara e mëkatit. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 20 dhe 21 ku na thuhet: "Dhe ai dërgoi Jezu Krishtin që ju ishte predikuar më përpara juve, të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtritjes të gjithë gjërave, për cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës." Në këto vargje apostulli Petro nxit pra turmën që të pendohet dhe të kthehet tek Zoti. Dhe aq më tepër ai thekson se Jezu Krishti është ai që Perëndia e ka dërguar. Pra Jezu Krishti është biri dhe fjala e Perëndisë bërë bir njeriu, dhe fjala erdhi në botë jo thjesht në dëshirën e vet, po sipas bindjes që i bëri ndaj Atit. Vetë Jezu Krishti tha: "Unë nuk kam marrë të bëj dëshirat e mia, por vullnetin e Atit." Dhe u bë i bindur deri në vdekje dhe në vdekje kryqi. Dhe ai që ishte drejtësia e Perëndisë u bë për ne mëkat dhe mallkim që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë nëpërmjet Jezu Krishtit. Prandaj dhe Jezu Krishtin e dërgoi Perëndia, dhe kjo u vërtetua sepse Perëndia e ngjalli atë prej së vdekush dhe Krishti fluturoi në qiell. Por Krishti do të qëndrojë në qiell derisa të ripërtrihen të gjitha gjërat, ato që janë në qiell, në tokë dhe në nën tokë. Duhet dim se Perëndia në fillim krijoi botën angjëllore ose shpirtërore në qiell, por atje pati një rebelim, pra Eosfori mashtroi veten e tij nga egoizmi, krenaria, 1/3 e angjëve ose të fuqirave shpirtërore dhe u rebelua dhe ra nga qielli. Po ashtu kemi edhe një rebelim dhe një mëkat në botë, pra çifti para Adami dhe Eva u tunduan nga angjëlli i rënë, nga djalli, dhe hëngrën frutin e ndaluar dhe kështu u prish edhe parajsa në tokë. Por me ardhjen e Jezu Krishtit bër fjala e Perëndisë bër bir njeriu, atëherë gjërat erdhën në vendin e vet. Sepse Jezu Krishti si Perëndi njeri shpëtoi natyrën njerëzore, por vendosi dhe rregullin. Natyra njerëzore u krijuar nga Perëndia sipas ikonës Perëndisë dhe me potenciali për të bërë ngjashëm. Pra, njeriu ka një mundësi më tepër se fuqira shpirtërore, angjëllore, se ai hynizohet. Pra, bëhet i ngjashëm me Zotin dhe kjo ngjashmëri është e pafundme. Kështu që në Krishtin natyra njerëzore që ra në mëkat dhe shkoi në botën e vdekjes u restaurua, u ringjall dhe u ngjit në qiell. Dhe njeriu në Krishtin u ul në fronin e Perëndisë. Dhe kështu vendos hierarkia në qiell, ku është në Krishtin, dhe pastaj vinë dhe të gjitha fuqirat qiellore. Por Krishti erdhi edhe në tokë, pra shlevi të gjithë mëkati njerëzor, vendosi rregullin, dhe ky rregull do vendoset përfundimisht në ardhin e tij të dytë, ku djalli, demonët, çdo gjë mëkatare bashkë me vdekjen do të shkojnë në ferr. Dhe atëherë do të krijohet ajo që i themi ne mbretëria e Perëndisë, siç është në qiell dhe në tokë. Dhe çdo gjë do sundoj vullneti i Perëndisë. Dhe të gjitha këto gjëra ne i presim deri në ardhin e dytë të Krishtit. Prandaj dhe thot apostulli që do të qëndrojë në qiell, pra do ta mbajë qielli derisa të rregullohen të gjitha. Dhe këto ishin thënë me gojën e profetëve. Dhe më konkretisht në vargun, siç lexojmë në vargun 22 dhe 23, apostulli Petro përmend profetin Mojsi. Profeti Mojsi ishte një nga profetët më spikatur të dhjatës së vjetër, ai që dha edhe ligjin dhe kishte një autoritet, domethënë suprem tek judejt. Prandaj dhe apostulli Petro përmend profetin Mojsi. Shikoni çfarë ju thot. Vetë Mojsiu në fakt u tha etërve: Zoti Perëndia juaj do të ngjall për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj. Dëgjoni në gjitha gjërat që ai do t'ju thotë. Dhe do ndodhë që kushdo që nuk do të dëgjojë atë profet do të shkatërrohet në mes të popullit. Kto ishin fjalët që Mojsiu profetizoi tek izraelitët. Për kë e ka fjalën? Nuk e ka fjalën se do të vinte një ligjvënjes tjetër nga ana njerëzore siç ishte profeti Mojsi. Por profeti Mojsi profetizoi për Krishtin, i cili është përmbushja e profetëve. Kur thot këtu do vi një profet, nuk do thot se Jezu Krishti është një profet,
që edhe besonin ju denjt, por ka dhe sot edhe fe antikrisht që besojnë se Isu Krishti thjesht është një profet, një dërguar i Perëndis, por jo vetë biri dhe fjala e Perëndis. Por duhet dini që Krishti në natyrën e tij njerëzore kishte dhe atributin profetik, mbretëror dhe kryepriftëror, të cilat ai i përmbushin në veten e vet. Por profeti Mojsi e kishte paralajmëruar popullin Izraelit që ashtu siç ishte Mojsiu një ligjevënës nga Perëndia, do të vinte dhe Isu Krishti që ishte vërtet një ligjvënës vet, ai që e dha ligjin tek Mojsiu dhe ai që erdhi dhe e përmbushi ligjin në veten e vet dhe interpretoi ligjin. Prandaj dhe Krishti ju thot ju deme mos thoni më se njërit mësues, se një është mësuesi juaj Isu Krishti. Dhe ashtu siç ai nga populli Izraeli nuk e dëgjonte ligjin e Mojsiut dhe dënohesh, madje dhe dënohej me vdekje, ashtu edhe ai që nuk e dëgjon Isu Krishtin, i cili është vetë ai që e dha ligjin dhe e përmbushi ligjin, patjetër që do dënohet. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, në vargun 24, ku na thuhet: Gjithashtu të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur qysh nga Samueli këtej, kanë shpallur këto ditë. Pra, ajo çfarë po ndodhte tek izraelitët nuk ishin diçka e panjohur. Ata i lexonin profetët, interpretonin dhe të gjithë profetët, duke përmendur dhe Samuelin, i cili është një ruajtës i ligjit, shumë i spikatur në Dhjetën e Vjetër, kishin folur për këto ngjarje që do përmbusheshin në Isu Krishtin. Pra, ajo çfarë ndodhi në Isu Krishtin nuk ishte diçka e papritur, e panjohur. Dhe kryepriftërinjtë dhe priftërinjtë, antarët e Sinedrit, nuk e kryqëzuan Krishtin nga padia, por e kryqëzuan nga çmira, kurse populli u manipulua dhe u tregua mosminjos. Por nëse ata do kishin ndaluar të mendonin ato çfarë kishin thënë profetët për Isu Krishtin, patjetër që do ta besonin se Isu Krishti ishte i dërguari nga Perëndia dhe ishte ai që priste populli i Izraelit të profetizuar nga gjithë profetët. Dhe flasim në për vargun 25, ju jeni bitë profetëve dhe të beslidhjes që bëri Perëndia me etrit tan, duke thënë Abrahamit, dhe në pasardhësin në farë tënde do të bekojnë gjithë kombet e dheut. Perëndia tashmë i kishte premtuar Abrahamit përpara dhe Mojsiu, dhe Abrahami quhet patriarku, ati i popullit Izraelit, se nga Abrahami erdhen dhe tre ata që formuan ose patriark, Isaku dhe Jakobi. Pra kemi Abrahami, Isak dhe Jakobin, të cilët janë patriarkët e popullit Izraelit, ata që formuan popullin Izraelit. Por Perëndia e kishte dhënë një premtim Abrahamit që në farën e tij do bekoheshin të gjithë, ose në pasardhjen e tij do bekojnë gjithë fiset e dheut. Pra, Krishti vjen nga fara e Abrahamit. Po të shikojmë gjithë gjenealogjia, siç e kemi dhe tek Ungjilli si Mateu, na vjen nga Abrahami dhe pastaj përfundon te Davidi dhe e kemi tek Virgjeresha Mari, e cila vinte nga fisi mbretëror i Davidit. Dhe Abrahami ishte profetizuar që në pasardhjen e tij, në farën e tij do bekoheshin gjithë fiset e dheut, jo vetëm populli i Izraelit, por Krishti ishte dërguar nga Perëndia si biri dhe fjala e Perëndis bërë njeriu për të shpëtuar jo Izraelin, por gjithë botën, sepse Krishti në natyrën e tij njerëzore është Adami i dytë. Dhe siç thotë dhe Shën Johani, edhe nëse ne mëkatojmë, kemi një avokat i cili shlyen jo vetëm mëkatet tona, por mëkatet e të gjithë botës, dhe ka fjalën për Isu Krishtin. Dhe në vargu 26, që është vargu i fundit çfarë lexojmë sot, thuhet: Perëndia më së pari, mbasi e ringjalli birin e tij Isuin, ju ka dërguar juve që t'ju bekoj, duke larguar secilin nga ju nga pallësitë e tij. Dhe në fund theksohet se Perëndia e dërgoi Isuin për të bekuar gjithë njerëzimin, por në mënyrë të veçantë tek populli i Izraelit. Vetë Krishti tha: unë kam ardhur për delet e humbura të Izraelit. Por pastaj Krishti, mbasi mbaroi veprën e tij shpëtimtare në Jeruzalem, ai mbasi u ngjall, i dërgoi apostujt që të shkonin në gjithë botën, duke filluar kënaqë nga Jeruzalemi, Samaria, në gjithë botën për të predikuar lajmin e mirë, shpëtimin në Isu Krishtin, dhe kush do besojë dhe do pagëzohet në emërtatit Birit Shpirtit Shenjtë, do të shpëtojë. Kështu pra, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin dhe miq,
Duhet i kuptojmë këto fjalë të Apostull Petros që i tha asaj turme, po që na i thot edhe neve sot, çdo njeriu që duhet e para të pendohet për mëkatet e tij, mëkatet na ndajnë nga Perëndia dhe mëkatet shlyhen vetëm me gjakun e Jezu Krishtit, dhe Jezu Krishti dërguar nga Perëndia, nga Ati, jo vetëm për një grup njerëzish, për një grup etnik, siç ishin edhe izraelitët, por për gjithë njerëzimin. Dhe të gjithë njerëzimi, në qoftë se pranon Jezu Kristin si shpëtimtar, ai do të marrë atë flladin paqësor në ndërgjegjen e tij, në zemrën e tij, paqen që vjen nga vepra shpëtimtare e Krishtit, që na hoqi barën e mëkatit dhe armiqsinë e mëkatit me Perëndin. Prandaj dhe Krishti mbasi u ngjall për së vdekush, i tha apostujve paqe me ju. Edhe neve që bashkohemi me Krishtin në misteret e kishës, atëherë ne marrim nga Krishti paqe. Një paqe që ka përcën çdo mendje, një paqe që nuk është paqe e kësaj bote, por një paqe që do të thotë nuk akuzohesh për mëkate që të dajnë dhe të dënojnë nga drejtësia hyjnore. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim. Krishti u ngjall.